Si që thamë, prokuroria antimafia e Barit dhe SPAK kanë goditur një organizatë trafikut ndërkombëtar të drogës me qendër në qytetin e Durrësit. Zënja Lala, raportohet për një numër të madh të arrestimesh. Çfarë është aktiviteti kriminal? Kush janë të ndaluar dhe kush janë njerëzit kyç të kësaj organizate? Atëherë, sikur se ju e thatë zoti Rakipi, ditën e djeshme prokuroria e posaçme në bashkëpunim me antimafian italiane, konkretisht antimafian e Barit, përmes një konference për shtypëri me dije rezultatet e një aksioni të nisur një natë më herët, aksioni që goditi një grup të fuqishëm kriminal dhe disa nën grupe të tjera që vepronin përkatësisht me bazë në Durrës dhe me bazë në Itali. Grupi kriminal, pra grupimi kryesor, kishte si aktivitet trafikun e lëndëve narkotike të heroinës dhe të kokainës, dhe më pas shtrije edhe në pastrimin e parave apo veprave të tjera penale si korrupsioni apo ushtrimi i ndikimit të paligjshëm. Baza kryesore e grupit ishte në qytetin e Durrësit. Personazhi kryesor ose njeriu kyç në gjithë këtë histori njihet si Elvis Doçi, i njohur me nofkën Visi i Pojës. Ai është nipi i Gjevdet Troplinit. Po i Pojës, pse i thonë këti? Ta zakonisht përdorin emrat e nënave këto. Po. Sepse është nipi i Gjevdet Troplinit, një ish i dënuar për trafik heroine, i cili aktualisht konsiderohet nga pala italiane si drejtues i grupit kriminale, dhe pse ndaj Gjevdet Troplinit nuk ka një urdhër arrest, por në dosjen italiane ai konsiderohet si kreu i grupit edhe si njeriu që lëviz të gjitha fijet në lidhje me këtë grupim kriminal. Gjevdet Troplini është arrestuar në vitin 2005 bashkë me një shtetas tjetër në ndyshimet për trafik heroine dhe në atë kohë autoritetet shqiptare arritën të sekuestroni një shumë prej afro 1 milion eurosh, pra për kohën konsideroi një shumë shumë e madhe parash. Këto kanë qenë fillesat e Gjevdet Troplinit në narkotrafik, më pas ai u lirua dhe i hyri botës së biznesit dhe ka shtrirë aktivitetin në fushën e pularisë, më pas ka hyrë në kafe dhe në pjesën e ndërtimit përmes nipave të tij. Për herë të parë u ekspozua për shkak të një fotoje që pati me zyrtar të lartë shtetëror, përfshirë edhe ish presidentin e Republikës zotin Ilir Meta në një nga aktivitetet e biznesit të tij. Aktualisht është mbështetës i mazhorancës dhe Partisë Socialiste. Për të kthyer tek nipi, Elvis Doçi nuk kishte patur asnjëherë më përpara mas sigurie, por vitin e kaluar në kuadër të një tjetër aksioni, prokuroria e posaçme bëri kontroll në banesën e tij dhe në ambientet e jashtme arriti të gjente shumën prej plot 3 milion eurosh të groposur në obor. Dhe në atë kohë nisën edhe hetimet dhe në bashkëpunim me autoritetet italiane. Nisur nga zbërthimi të dhënave në Sky ECC, nga zbulimi i dëshmisë së 3 dëshmitarëve të penduar, përfshirë dhe Nureddin Dumanin, dhe nga të dhënat e tjera pra vëzhgimin terren, u arrit të dokumentoj që ky grup kishte sjell tonelata kokain nga Amerika Latine ose Amerika e Jugut në drejtim vendeve të Bashkimit Evropian, dhe kjo sasi droge ju ishte shpërndar grupeve të tjera me qëllim që të shpërndajë në Itali. Për shembull, Adi Çoba, i cili rezulton po ashtu administrator i një kompanie Felix Vinum, është po ashtu një grosist kryesor dhe rezulton që bashkë me personat të tjerë arrinte të shpërndante sasi të mëdha të drogës në shtetin italian dhe të gjitha parat, pra ishte furnizues si kryesori i tij Elvis Doçi ose Visi Pojës, bashkë me kushëririn tjetër Indrit Tafili, dhe këto parat nga aktiviteti kriminal i silte dhe i pastronte në Shqipëri. Tani, sa i përket sasive të drogës, SPAK foli për 40 episode të trafikut drogës të monitoruar edhe të kapura nga kërkesat, dhe foli për plot 30 transferta parash të cilat janë detektuar ose janë identifikuar nga ana e prokurorisë dhe policisë. Tani, historia pastrimit të parave është shumë interesante, ndoshta Ola pastaj mund të na japi mekanizmin se si ata pastrohen, po kam përsëri një dy pyetje për ty dhe kolegët e tjerë, pastaj Ola. Personi kryesor në listën e të arrestuarve dhe shpallur në kërkim thuhet që ka patur dekonspirim. Më pas do të kemi edhe një moment për kohën kur është bërë kjo, një është pyetur dhe Altin Dumani dhe ai ka një përgjigje që do ta transmetojmë më vonë. Por kush është personi kryesor në listën e të arrestuarve dhe të shpallurve në kërkim? A mendohet se ka patur një dekonspirim? Unë kam pyetur ka zera që thonë
E kam pyetur personalisht drejtorin e përgjithshëm të policisë, zotin Proda, i cili ishte i pranishëm konferencë. Zoti Proda i mohoi zërat për një dekonspirim të mundshëm të operacionit. Ama nga ana tjetër, personazhi kryesor, që është Elvis Doçi, i cili është një personazh që ka disa kompani, ka hyrë në fushën e ndërtimit, ka marrë një leje ndërtimi me firmën e kryeministrit e tjera me radhë, nuk është arrestuar nga ana e policisë shqiptare. Janë arrestuar shumë persona tjerë, janë arrestuar dhe në Itali, disa prej personave kanë qenë më herët arrestuar për vepra tjera penale, por ky që konsiderohet personazhi kryesor në këtë histori, nuk është arritur të arrestohet. Deri më tani, unë nuk kam një provë për të folur për dekonspirim, ama di të them që grupi Troplinëve është një ndër grupimet më të fuqishme kriminale në qytetin e Durrësit. Dhe patjetër që ato jo vetëm kanë ndikim në komunitet aty, jo vetëm që janë përfshirë në fushat zgjedhore, jo vetëm që kanë diktuar emrat kandidatëve për deputet në listë, dhe këto janë fakte konkrete, jo thashe themnaj, dhe kanë përplasje të forta edhe me grupimet e tjera, ama kanë edhe një ndikim shumë të fortë sa i përket policisë së shtetit. Dhe mendoj që unë personalisht dyshoj që mund të ketë patur informacion për momentin se kur unis operacioni. Por nuk kam provë për ta thënë këtë gjë. Ama nga ana tjetër, po të shikosh, ato që kanë qenë më pak të pambrojtur janë arrestuar. Pra personat e tjerë, po ata që janë peshqit e vegjël janë arrestuar në rast konkret. Dhe italianët kanë arritur t'i arrestojnë personat kryesor të përfshirë në këtë histori. Për shembull, Adi Çoba, që rezulton edhe ai një personazh, shumë personazh kyç. Jo kam pyetje të veçantë për këtë. Dakor, por nga që është personazh i rëndësishëm, do të më shpjegosh më pas se ç'është Çoba. Po? Tela po Zhabina? Vazhdo ti me qëtë. Për baza e këtij hetimi zoti Rakipi, sigurisht janë komunikimet në Sky ECC, por ndihma më e madhe kam përshtypjen në gjithë këtë histori është e tretë të pestë. Po për mendimin tim, dy të penduarve në Itali, pasi nga leximi që i bëra dëshmisë Nureddin Dumanit, kam përshtypjen që nuk është se ai ka dhënë shumë detaje të rëndësishme. Pra, ti thua që nuk është parsor në këtë histori Nureddin Dumani, por duke krahasuar dëshmit e të penduarve që ka penduar antimafia italiane, dy që një ndër ta është shqiptar në Itali, dhe Nureddin Dumanit kam përshtypjen që ndihmën më të madhe në gjithë këtë histori e kanë dhënë dëshmitarët e drejtësisë në Itali. Dhe njëri për palën italiane, Gjevahir, se për palën shqiptare, për herë të parë, këtu ka folur vetëm Nureddin Dumani për një grup që askush nuk e përmendte. Për shembull, Domenico Milela, i cili është një ndër të penduarit, po patjetër, se është ka dhënë detaje shumë të rëndësishme edhe për visin Po, për atë që njihet si Visi Pojës, por ama Gjevdret Troplinin ata nuk e përmendin. Pra, për grupin e Troplinëve, Nureddin Dumani për herë të parë ka thënë pa të ndërprerë. Ta dëgjojmë. Kështu e kam lexuar. Nëse do e lexosh, ndoshta edhe ti e ke lexuar, po e ke lexuar ndryshe.